Tani publiku, kujdes, vëmendje, dua trokitje të shpejta dhe të shkurtra pa çdo përgjigje. Kujdes. Se po vjen fundi i emisionit, do mbylli me Teuta Selimi që më ka ardhur nga Kosova. Po ta dia më parë kisha përgatitur një gjë shumë të bukur për ju, po ja që mora shumë vonë. Teuta po s'ka problem, do vini një herë tjetër. Dakor? Dakor. Ben Muka, media e mediave, kujdes. Keni kohë që parashikoni se çfarë do të shkruan në artikullin e nesër analisti në shtypin e shkruar i gazetës Shqip në Mosgaboj, Mustafa Nano, apo ati gjeni gjithmonë një gjetje të re. Pra, rini do të parashikoni se të shkruaj Muçit nesërme në shtyp, apo e dini se të shkruaj? Jo, unë në fakt nuk e parashikoj, po është nga ato pena që unë vërtet e lexoj me E lexoni. Kur ndeshni tek gazeta Shekulli e Koça Udhëvimës, një shkrim të Ardian Klosit. Nuk dini se shkruan Ardiani më atje apo jo, atje shkruan Ardiani apo ka kaluar? Po shkruan edhe aty, shkruan edhe në vend tjetër, po te aty. Mos është gabim. Jo, shkruan. Ju ndodh të keni ndjesinë që po lexoni një fejton apo një koment? Jo, ai ka një stil krejt të veçantë për. As fejton as koment. Është skrupuloz, është. Jo, është një koment, një analizë në një mënyrë të shkruar i krejt të veçantë. Atëherë, kur lexoni një shkrim të Artan Fugës Ben Muka, besoni se keni të bëni më shumë me një leksion të papar filozofia apo me një analizë me një film gazareske? Mënyra se si shkruan profesor Artani, duhet thënë me fjalë, është një mënyrë shumë e thjeshtë, është një analizë shumë e thjeshtë, cilën e lexoj unë apo çdo kolektiv, po dhe kam përshtypjen edhe çdo lexues i çdo niveli, sepse është mënyra e kap. Paktën kur ai shkruan ka parasysh që të jetë sa më i thjeshtë dhe sa më i drejtë për drejtë në mesazhet tjera. Është i madh Fuga. Kur lexoni një shkrim të Fatos Lutbonjës Ben Muka, thoni më shpesh sa i madh ky Tosi, apo thoni më shpesh egzagerojnë pasere ky Tosi? Jo, gjithmonë mbetet i madh. Dakor. Kur lexoni një shkrim të Andreas Stefanit, Andreas me flokë gjata. I ngjan jo Çerçizit, kujt i ngjan Andrea ti tjetrit? Jo Çerçiz Topullit, tjetri si ka emrin? Mjall Gramenos. Sa i ngjan Andrea Mjall Gramenos kur e shikon Andrea, në ngjan mjallit vërtet te filmi me çfarë kam për? Si ka fillim filmi? Javdekja Aliri. E mos Javdekja Aliri mos e fut kote. Si ka fillim filmi me Çerçiz Topullin? Po, Javdekja Aliri. Bravo, me dua tokit Javdekja Aliri, bravo, po. Ai tipi Mjall Grameno i ngjan fiks Andrea Stefanit. Andrea i ngjan mjallit. Për me ndonë është fiks. Kush, Andrea? Kush? Ta na e din. është moshe madhe, sigurisht. Kujdes. Pra, kur lexoni shkrim të Andrea Stefanit Ben, a jeni dhe ju i bindur se si do qoftë të jetë tema, çfarë do teme që të jetë, Andrea Stefani prap do gjej gjithmonë mundësinë të thotë diçka revoltuese kundër Nanos dhe Berishës. Ka kohë që e bëm. Po ka kohë sigurisht. Do trokitje të fortë dhe shpejt. Kujdes. Për të lexuar një shkrim të Abdi Baletës, Ben Muka, të Abdi Baletës. A lodheni shumë për ta gjetur, pra për të rënë në dorë ai shkrim apo jo? Se ku shkruan? Në fakt shkurtimisht. Sa vjen edhe unë më rrallë për ta parë, domethënë për ta shohur, po në fakt është një penë e prerë goxha, sidomos për çështjen kombëtare. Je seriozisht? Jo, seriozisht. Dakor. Kur lexoni Dakor, sa i madh është Beni edhe se merre vesh tani. Kur lexoni një shkrim të Frokçupit Ben, të Frokçupit, edhe tani, në 2008, a gjeni atje thjesht një reaktivizim të stilemave dhe fabulave të para më të shtatës? Si gjithmonë? Është një nga gazetarët që gjithmonë, unë si kam lexuar asnjë shkrim, domethënë që të më ke lënë shije të keq. Pak te Frogu. Që kam vite që e lexoj edhe tani. Ju pëlqen? Më pëlqen shumë. Dhe është një nga miqtë e mi, domethënë që gjej rastin që kam shumë seriozisht. Seriozisht e këtë? Po, seriozisht. Dakor. Kur lexoni një shkrim të Blendi Kajsiut, te Panorama për shembull, a bashkoni dhe ju me mendimin tim se ai është sot një prej analizave të rrallë që ka ky vend që ja vlen vërtet? Blendi dhe 2-3 firma të tjera unë kam përshtypjen që kanë futur një frymë të re në mënyrën se si analizojnë apo komentojnë zhvillimet. Janë pa komplekse, pa kështu dhe kanë një lloj të mençur një dhe mbi gjitha kanë një baraz largim nga skajet e politikës apo kështu dhe janë vërtet goxha mirë. Po kur e doni një shkrim të Mentor Nazarkos në shtypin e përditshëm, a ju krijohet përshtypja se më në fund Mentori është shkëputur po plotësisht, po totalisht
nga çdo ndikimi i ideve të Xhet Mejdanit, ish presidentit? Ka ko kjo. Ka ko? Ka ko, absolutisht ka Do ko. ato gjidhe mentor Nazarti. Është mirë mentori, është i mirë mentori. Është i mirë mentori, më pëlqen. Dhe më thoni, kur lexoni një shkrim të Artur Zhejt, Ben Muka. Tur Zhejti, lezetshëm Turi. Është dobësuar Turi të kote furit, dhe pas të Kolballa i ditë ishte në emision, kishte rënë, ishte hequr. Që dishme Turi ka qenë i shnosh, i lezetshëm, po. Ai ishte bërë më i lezetshëm. Kur lexoni një shkrim të Artur Zhejt, Ben Muka, a keni dhe ju përshtypjen se ai, Turi pra, transporton në shkrimet në gazetë të njëjtin profil që ka dhe në ekran shpeshherë? Jo, se pyetja është sugjesionuese jo. Jo, absolutisht. Unë Turit kam kohë që ja lexoj dhe ja dëgjoj komente vetë, sepse Turi ka punuar për shumë kohë dhe si korespondent i Deutsche Welles në Rom. Domethënë dhe është një detaj që dhe pjesa e se këtu nuk e din, por Turi jo. Pyetja është sugjesionuese jo. Turi është gjithmonë nga penat e veçanta i lezetshëm, është i mirë shumë. Me analizat dhe komentet që bën. Edhe është shumë i kujdesshëm, mua më pëlqen te Turi të paktën që nuk është shumë intensiv, nuk është shumë kështu, por ama aty kur ndërhyn, kur bën shkrime dhe mbi të gjitha ka një përdorim, ka një stil të mbushur, të spërkatur me figura, kështu që e bën shumë të këndshëm dhe leximin e një analize apo një komenti që ai bën. Në fund fare, Ben Muka do t'ju pyes, ku lexoni shkrimet e Xhef Gjeqarit. A ju kujtohet gjithmonë emisioni im apo jo? Inxhinieri të famshëm të rrugës Elbasan Tiranë, fushore pa tunele panoramike, dhe thënë. Ende s'është bërë rruga, ende s'është bërë, nuk dihet fati i Xhevajirit, nuk dihet. Po me siguri do mësojmë shumë shpejt. Unë në fakt me thënë të drejtën, përveç artikujve, nuk kam lexuar asnjë artikull, të jemi sinqert, domethënë, por vetëm e kam parë zotin Gjeqari, e kam parë dhe më duket sikur tani ai duket që punon më pak se ka marrë më shumë kile. Është ndoshta Xhevua? Unë kam përshtypjen kur e kam parë, por artikujt jo, nuk e kam kam lexuar. Dhe me kështu, me sinqeritet. E ke seriozisht? Jo, seriozisht e kam, betoj. Sepse për temat që ai flet. Ishte Ben Muka, libri quhet 70 Radio Shqip në 70 vite, 38-2008. Grupin e të rinjve më cool. Për të sapo ardhurit, WhatsApp dhuron deri në 1300 lekë. 100 mesazhe falas dhe 300 lekë ko bisede fillestare. Ledio, thashë them apo e vërtet? Disa shkencëtar të Universitetit të Kopenhagenit janë në gjendje që të zbulojnë ditën e lindjes së një personi me anë të ngjyrës së syve. Thashë apo e vërtet? E vërtet. E vërtet, bravo. Do të vijë, Ben Muka, e vërtet. Rezultati 10-5 për ekipin e Eroz Radit, që s'është më, s'është më midis nesh, po çon si ka, është kapiten. Nga aty të kapiteni ishte Armisa. Po tani të bëjmë Teutën kapiten apo Borinën në Zef? Kë nga gocat? Atë të respektojmë. Teutën me që ka nga Kosova dhe është smur. Dakor. Se çka Teuta që është smur, se merr vesh. Me kohë, dakor. Dakor. Se çka këto gocat e kohët e fundit vinë smura këtu. E dim se rastistin smura. Ose do të bjerë ditë muaj që vinë fikse të ose s'ka mundësi si të gjitha me ka dalë vaccina antigrip të u tani, mund bëjmë antigripin jemi. Bile kam po disa herë, mirë po vitin e fundit s'kam qenë asë njëherë smut, kështu që nuk kam prit heqe. Edhe ndodh tani, po nejse, vazhdojmë. Kujdes. Një tip me emrin Talame i Partisë Socialiste thua se do të kalojë në një parti të re të quajtur G99 me në krye Rion Velin. Thashë them. Thashë them, bravo, thashë po ju ç'snuani. Ka dëgjuar ekipin te, se nuk nuani. E bishte se po e mendoj. Po të gjë, po dyshe fiton keq ta, kujdes. Në Meksik jeton një pul që i bën vezët në ngjyrë jeshile. Thashë them. E vërtet. E vërtet, kujdes. 25 deputet parlamentit aktual thuhet se janë regjistruar nga antimafia italiane duke komunikuar me trafikant droge dhe prostitutash. Thashë them. Thashë them, bravo. A rezultati? 10-6.
Jo 10-6. Jo 10-6. 11-6, kujdes. Por neve. Shpejt të zamë. Doktori akuzoi pak ditë më parë Kaulant Ballën, deputet socialist, në parlament se është zënë Menallani në përpave si Moldave. E vërtet. E vërtet, bravo. A, e levet. Një ndihmoj Zefi. Ju lavet. Kujdes. Doktori e kërcënon Kaulant Ballën sa në parlamentit duke i thënë do ta bëj fytyrën si shuall këpuce. E vërtet. E vërtet. Jo kështu si ka thënë. E vërtet. Si shuall këpuce. 100% ben. Oh, po është sigur, shuall këpuce i ka thënë. Po, unë e kam po. Shuall këpuce, bra. Shikon? Nëse ne morëm Ka pikën. parë në Kosovë, domethënë. Sa u bën? 11 me 8. Me 8, kujdes. Bravo. Për fillim jave, doktori do të shoqërohet sigurisht nga FEVZO gjatë një vizite zyrtare në Japoni, nuk dihet ende lista e zyrtarëve të tjerë që do të fotohen me kryeministin shqiptar. E vërtet. E vërtet. Kush më e theti? Bravo. Pak më tifo, por bravo. Tifo pastaj po kujdes. Këngëtari i njohur Leni Krevis ka deklaruar se ka 3 vjet pa bërë seks. Tash e them. Jo. Humbët, shumë vonë. Ishte vërtet. Me duat rëndit. Ishte vërtet. 11 me 10. S'kam... Kujdet shmendet Altin Rakulli, futbollisti i Kombëtares, duke lënë 20.000 lekë bakshish të fundjavë në një nga pubet e Tiranës. E vërtet. E vërtet, bravo. Bravo, kujdet. Barazim. Jo, barazim. Jo, 11-10. Vetëm një. Barazim. Ja një pikë. Sofia i mban mirë mëndë, i mban mirë pikë, është një pamerat. Sofia, nuk është me ekipin andesh, thjesht po, kujdes. Kujdes. Drenusha Latifi, ish misi kosovar, Drenusha Latifi që ka qenë në emisionin tim, nuk dahet do të thonë nga pubet e Tiranës, ku jam në kaluar është pare gjitha e veshme të verdha dhe me cica gjysmë për jashta, duke vjedhur në banjot e E lokalit. vërtet. Thellësisht e vërtet. Tash e them. Ej. Ha? Është tash e them, kujdes. Shitoj. Tani me sa shoh le gjithë publiku po pret 5.000 lekë, deri para një ore ishin vetëm disa, tani të gjithë kujdes. Zbulohet lidhja e re Alban Skënderajt me këngëtaren simpatike Miriam Cami. Albani ka fluturuar për Gjermani pasi Miriami e kishte marrë tema se mallit dhe qante pafund në telefon. Tash e them. E vërtet. Ishte mëse vërtet. Kujdes. Është për hapur gjithandaj një super tash e them që këngëtari shqiptar nga Maqedonia Berkani është vëllai i fsheti Armendit, grimieri të Big Mamas. E vërtet. Tash e them. Tash e them, bravo Bermuda. Rezultati është 12-10, kujdes. Kujdes, Nora Istrefi është detyruar që të ndrojë numrin e telefonit për shkak të një kërcënimi të vazhdueshëm që i bën nga një private number. E vërtet. E vërtet. E vërtet, bravo, e tha e para Borina. E vërtet. Shilieta ka vendosur të ndryshoj, ajo ka deklaruar, duhet të deklaruar, mjaft ka ndalë me cica për jashta, ka thënë së fundmi Shilieta që këto tutje do vishen vetëm me veshje